Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kujtja mirë të mendja, një banane në ditë mund të na shpëtojë jetën. Banania është një nga frutat më të konsumuara në botë, më shumë se mollët dhe portokallet e marra së bashku. Përfitimet e këtij fruti janë të shumta për trupin tuaj. Banania gjithashtu është veçanërisht e pasur me kalium, fibër dhe gjithashtu vitaminë C dhe vitaminën B6. Ato i bën njeriu të vetë të mirë. Megjithatë, banania nuk është për të gjithë, sidomos për njerëzit me sëmundje të caktuara. Çfarë përfitoni ju në qoftë se konsumoni 2 banane në ditë? Ekspertët thonë se konsumimi i bananeve në ditë do të furnizojë trupin tuaj me 900 mg kalium që i bën mirë zemrës tuaj dhe njëkohësisht mirëmban tensionin e gjakut në nivele normale. Sipas tyre, balancat mes kripës dhe kaliumit janë veçanërisht të nevojshme edhe për të patur sistemin tuaj sa më të fortë dhe të minimizoni rrezikun e sëmundjeve. Sipas ekspertëve, banani është një frut mjaft i rëndësishëm edhe për shëndetin tuaj të stomakut dhe të sistemit tuaj tretës, për shkak të kaliumit i cili ndihmon në rikthimin e ekuilibrave të elektroliteve. Bananet gjithashtu do të ndihmojnë në rikthimin e ekuilibrave të elektroliteve. Bananet përmbajnë edhe fibër, por edhe sheqer. Pavarësisht nivelit të lartë të këtij të fundit, fibra do të balancojë përthithjet e tij në organizëm. Bananet gjithashtu përmbajnë fibër, por edhe sheqer, prandaj ekspertët thonë se ngrënia e 2 bananeve në ditë është një mënyrë mjaft e mirë për të ruajtur shëndetin tuaj të zemrës. Megjithatë, kjo sasi nuk është e rekomandueshme për njerëzit të cilët vuajnë nga diabeti. Ka njerëz të cilët shqetësohen se duke ngrënë shumë banane mund ta teprojnë në dëm të shëndetit, sidomos në aspektin e kaliumit. Megjithatë, duhet të dini që për të arritur nivelet e rrezikshme të kaliumit, ekspertët gjithashtu thonë se duhet të hani 400 banane në ditë dhe kjo është krejt e pamundur. Këto janë problemet shëndetësore që bananet i zgjidhin më së miri. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini se banania është një frut tropikal i cili është shumë i përhapur në mbar globin. Dhe nga ana tjetër ju duhet të dini se populariteti i saj vjen jo më kot pasi ajo është e mbushur edhe me energji, minerale dhe njëkohësisht me vitamina dhe mineralet nga më të fuqishmet. Kështu, ky frut është ideal për çdo moshë dhe për çfarëdo lloj diete, edhe për persona të cilët duan që të humbasin në peshë. Sipas ekspertëve, e ngrënë në sasitë e duhura, banania mund të sjellë shumë përfitime për shëndetin tuaj. Ne këtu do t'ju tregojmë disa nga karakteristikat të vlefshme të këtij fruti dhe të gjitha benefitet që ato i japin trupit. Karakteristikat e bananeve. Për personat të cilët janë në dieta strikte, keni parasysh që 100 gram banane përmban 90 kalori. Ato janë një burim mjaft i mirë i kaliumit, magnezit, hekurit dhe disa beta-karotenësh. Duke qenë të pasura me kalium, bananet ndihmojnë edhe në nxjerrjen nga trupi të lëngjeve të tepërta. Kjo e ndihmon organizmin tuaj të qëndrojë gjithmonë i balancuar, duke evituar edhe problemet të cilat kanë të bëjnë me hipertensionin. Kjo e ndihmon organizmin gjithashtu që të qëndrojë sa më i shëndetshëm, pasi kur një person konsumon shumë kripra dhe njëkohësisht ka mungesë kaliumi në trup, me shumë mundësi do të zhvillojë probleme të hipertensionit. Për këtë arsye, është shumë e rëndësishme të merrni sasitë e duhura të kaliumit dhe bananet janë burimi më i shkëlqyer.
Këshillohet që ju të konsumoni një banane në ditë çdo mëngjes. Falë këtij zakoni, ju do të keni nivele normale të presionit të gjakut. Depresioni. Shumë persona të cilët të vuajnë nga depresioni ndihen shumë më mirë pasi kanë konsumuar një banane. Studimet të shumta gjithashtu kanë treguar se kjo ndodh pasi banania përmban triptofan, një aminoacid esencial për trupin. Kur ky aminoacid futet në trup, transformohet në serotonin, i njohur ndryshe edhe si hormoni i lumturisë. Mjafton që ju të konsumoni vetëm një banane për të ulur ndjesinë e mërzitjes dhe të plogështisë. Stresi. Stresi gjithashtu mund të ndikojë në metabolizmin tuaj dhe të shkaktojë uljen e niveleve të kaliumit. Për të balancuar këtë nivel, idealja është që ju të konsumoni të paktën bananet si një nga burimet më të mëdha të potasiumit. Në këtë kuptim, përfitimet e bananes shkojnë përtej furnizimit të trupit me kalium, si në rastin e mëparshëm. Ato gjithashtu do t'ju ndihmojnë ju që ju të ndiheni edhe më mirë. Problemet të zorrës së trash. Bananet janë ndër ushqimet më të rekomanduara të cilat ndihmojnë në tretjen e mirë. Falë përmbajtjes së madhe të fibrave, procesi i tretjes përshpejtohet duke eliminuar edhe toksinat nga trupi, duke qenë se ato përmbajnë probiotik, janë edhe të shkëlqyera për sistemin tretës duke eliminuar edhe fryrjen tuaj të barkut. Gjithashtu, dhimbjet menstruale. Bananet janë njëkohësisht të pasura edhe me vitaminën B6, e cila ka një ndikim të jashtëzakonshëm në një efekt pozitiv dhe në balancimin e nivelit të sheqerit në gjak. Duke pasur këto veti, ato ndikojnë në reduktimin e simptomave tek femrat të cilat përjetojnë në dhimbje paramenstruale ose menstruale. Konsumimi i përditshëm i këtij fruti mund të ndihmojë në lehtësimin e këtyre fazave të ciklit, duke qetësuar edhe nervat. Këto janë këshillat për përmirësimin e shëndetit çdo ditë, por në disa raste specifike për probleme të rënda shëndetësore, por përfshirë këtu edhe problemet e përmendura të cilat nuk janë momentale, por janë kronike, me patjetër juve ju duhet këshilla e mjekut. Urthi. Ndryshe njihet edhe si djegja e stomakut. Bananet kanë një efekt natyror antiacid dhe mund të të çlirojnë nga shqetësimet e shkaktuara nga aciditeti i lartë në stomak. Mjafton që të hash vetëm një banane në ditë dhe menjëherë do të ndjesh lehtësimin nga simptomat e djegjes së stomakut. Tensioni i gjakut. Bananet janë një frut i shëndetshëm për zemrën. Janë gjithashtu të pasura me potasium dhe kanë shumë pak sodium, një kombinim i përsosur për mbrojtjen nga infarkti dhe goditjet në tru. Burim energjie. Nëse ha një ose dy banane para ushtrimeve në palestër, do të përfitosh mjaftueshëm energji për mbi një orë stërvitje. Karbohidratet me bazë të ulët glicemie, vitamina dhe mineralet janë një mbështetje e madhe për trupin, duke i dhënë atij edhe forcë, ndërkohë që potasi ndihmon për të parandaluar ngërçet muskulore. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.